Kostumografja e njohur korçare Lirika Pojani ka sjellë edhe një herë tjetër përpara publikut një pjesë të kostumeve tradicionale të zonave të njohura të juglindjes së vendit. Herë të gjitha punimet e realizuara prej saj janë ekspozuar në një galeri arti në Pazarin e Vjetër të Korçës, një hapësirë që do të vizitohet çdo ditë nga turistë vendas dhe huaj. Ekspozita merr një rëndësi të veçantë edhe për faktin se etnoart është përfshirë në guidën e objekteve të trashëgimisë kulturore që vizitohen nga turistët gjatë qëndrimit të tyre në Korçë. Kostumografja Pojani tregon se ekspozita është organizuar në 3 pavione të veçanta të ndara sipas zonave dhe historisë së kostumeve. E nis me kostumet rurale, vijon me ato të komuniteteve të ndryshme dhe përmbyllet me kostumet qytetare korçare, të cilat përfaqësojnë një pjesë të rëndësishme të identitetit kulturor të Korçës. I gjen të gjitha. Jam përshtatur dhe kam krijuar që në të 3 pavionet që organizohet etnoarti, të ketë etnografi, të ketë histori, të ketë çdo detaj të Korçës, kujtime familjare, mobiljet e familjes, gjithë se që përmban një muze etnografik. Kostumografia është e veçantë. Patjetër, kostumografia përmban zonën. Të gjitha çka Korça, megjithatë Korça është shumë e pasur me kostumografi, por jam munduar të sjell zonat rurale, jetën qytetare, komunitetit në bashkëjetesë, komunitetin Arumun që e kemi, komunitetin Maqedonës, i kam sjell me butafori, i kam sjell mbi të gjitha me kostumet dhe me objektet e jetesës, si dikur edhe tani në kohën e sotme. Bashkia e Korçës në bashkëpunim me artizanët po punon për të zgjeruar praninë e aktiviteteve dhe produkteve artizanale në mjediset e Pazarit të Vjetër, me synim që ato të bëhen pjesë e pandashme guidës turistike të Korçës dhe të promovojnë më tej trashëgiminë kulturore të rajonit.